Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm komenti shkrimi shenjtë. Jemi në datën 17 korik dhe kisha e ortodokse në nxit lexojmë nga Ungjilli sipas Marku kapitulli 5 vargu 24 dhe vargu 34, le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas hetëve. Dhe ai shkoi me të një turmë e madhe ndiqte dhe shtyi rreth tij. Tani një grua që kishte një flukës gjaku që prej 12 vjetësh dhe kishte vojtur shumë nga ana e mjekëve të ndryshëm, duke shpenzuar gjithë pasurinë e vet nga kurfar do bie, madje duke bërë edhe më keq. Kur dëgjoi të flitet për Jesuin u fut në turmë dhe pas shpinës preku rrobën e Jesuit, sepse thoshte, nëse vetëm ja prek rrobën e tij do të shërohem. Dhe menjëherë rrjedha e gjakut ju ndal ajo ndjeu në trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. Po menjëherë Jesui, duke ndier në vetë një fuqi që kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës, tha: "Kush mi preku rrobat?" Dhe dishepujt e vet i thanë: "A nuk po e sheh që turma po të shtyhet nga gjitha anët dhe ti thua kush më preku?" Por ai vështonte rreth e qark për të parë atë që bëri këtë. Atëherë gruaja plot frikë duke u dridhur e duke ditur se ç'i kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndërkëmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. Dhe i tha: "Bi, besimi yt të shëroi, shko në paqe dhe i shëruar nga sëmundja jote." Pra, etrit e kishës e kanë parë këtë ngjarje jo vetëm si një mrekulli fizike, shërimin e kësaj gruas, por një zbulesë të fuqisë së besimit dhe të mëshirës së Krishtit. Ne ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë sipas hetërve, dhe ai shkoi me të një turmë e madhe e ndiqte dhe shtyi rreth tij. Pra, po ta lexojmë përpara Ungjillin sipas Markut, në këtë kapitull na flitet për Jairin i cili kërkoi që të shkonte në shtëpinë e tij sepse vajza e tij ishte e sëmurë dhe gati po vdiste. Dhe Krishti pranoi të shkojë me Jairin në shtëpinë e tij. Dhe turma e shtrëngonte nga gjitha anët. Shoni Jango e ardhi vare se Krishti nuk refuzon askënd që kërkon. Ai është në rrugë për të ndihmuar jo vetëm Jairin, por ai është për ndihmuar çdo njeri që me besim i afrohet atij. Shon Agustini dallon dy lloje njerëzish: turma që e shtyn Jesuin dhe ai që prek me besim atë. Edhe sot shumë mund të jenë pranë Krishtit fizikisht ose me emër, dhe këtu e flasim kur ne vim në kish, por afërsia e vërtet është ajo e besimit. Sa besim kemi ne për personin e Krishtit që është në kish dhe në misteret e kishës. Flasim dhe për vargjet 25 dhe 26. Tani një grua që kishte një flukës gjaku që prej 12 vjetësh dhe kishte vuajtur shumë nga ana e mjekëve të ndryshëm, duke shpenzuar gjithë pasurinë e vet pa kurfar dobie, madje duke u bërë më keq. Numri 12 shihet si simbol i vuajtjes, pra është një numër përmbushës. Sipas ligjit të Mojsiut, kjo grua konsiderohej e papastër ritualisht dhe përjashtuar nga jeta fetare, ajo nuk kishte drejtë të kryente rritet fetare, prandaj dhe ajo kishte dy dhimbje, edhe fizike dhe dhimbje shpirtërore. Mjekët simbolizojnë të gjithë përpjekjet njerëzore që nuk mund ta shërojnë mëkatin dhe pasojën e mëkatit. Prandaj na thuhet dhe që mjekët nuk mundin ta shëronin. Ka plagë që as pasuria, as shkenca, as fama nuk mund t'i shërojë plotësisht. Vetëm Krishti arrin në rrënjën e qenies njerëzore dhe i shëron plagët shpirtërore dhe trupore me themel, ashtu siç veproi edhe tek kjo grua në bazë të besimit të saj. Dhe në vargu 27 ne lexojmë: kur dëgjoi të flitet për Jesuin u fut në turmë dhe pas shpinës preku rrobën e Jesuit. Besimi lind nga dëgjimi. Pra, kur ajo dëgjoi për Jesuin, ajo u drejtua drejt tij. Shën Joan Gojardhi thekson se ajo nuk priti prova. Fjala për Krishtin mjafton që zemra e saj të ndizej nga besimi. Pra, besimi vjen nëpërmjet dëgjimit. Duke dëgjuar fjalën e Zotit, ne na lind besimit, ne na shtohet besimi. Kjo është arsyeja që kisha jep një rëndësi shumë të madhe leximit të shkrimit shenjtë dhe komentimit, atë që ne bëjmë nëpërmjet këtyre mundësive që na jepet në rrjetet sociale. Ungjilli vazhdon të lind besim tek ata që dëgjojnë me zemër të hapur. Prandaj është shumë e rëndësishme të dëgjoni fjalën e Zotit, ta lexoni fjalën e Zotit, sepse ajo nxit, lind dhe rrit besim. Në vargu 28 na thuhet sepse thoshte nëse vetëm i prek rrobën e tij do të shërohem. Shën Kirili Ariksani thotë se ai nuk ja trebonte fuqi rrobës, por personit që e vishte, pra Krishtit.
Theofilakti vëren porosinë e saj. Ajo nuk kërkon të ndalojë Jesuin, po afrohet fshehurazi, pra e quante veten të padenj dhe për shkak të hemorragjisë që kishte. Besimi nuk matet nga mallështia e veprimit, por besimi matet edhe nga përurësia. Pra, sa përurësi kemi neve për të ushtruar besimin tonë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ndonjëherë kemi besim, por besimi ynë është i shoqëruar me arrogancë, dhe patjetër kjo arrogancë nuk na bashkon me Krishtin. Duhet kemi një mendje të përulur, siç kishte kjo grua e cila tha nuk jam e denjë të dal përpara, por do prek nga pas vetëm cepin e rrobës tij, atë që prekte tokën. Duhet ndalojmë pak këtu, sepse shpeshherë kisha ortodokse akuzohet sikur bën illujtari që nderon ikonat, që puth ikonat. Por ne si kjo grua nuk e kemi besimin tek drasat dhe te ngjyrat, por personin që paraqit ikona, ashtu se dhe kjo grua nuk e kishte besimin te rroba, po tek personi që kishte veshur të rrobë, që ishte Krishti. Kështu që ikonat që paraqisin persone Krisht, zonjë sulindset, shenjtorëve, angjëve, japin hirin e Zotit që është e angjit të shenjtorët. Dhe kur ne i prekim këto ikona, është sikur prekim personat dhe prekim hirin e Perëndis. Prandaj kështu ne përligjim edhe nderimin e ikonave, sepse kjo grua na jep shenjë se rroba e Krishtit transmetonte hirin e Krishtit, sepse ishte veshur në trupin e Krishtit. Vazhdojmë të lexojmë më poshtë në vargun 29 ku na thuhet: "Dhe menjëherë rrjedha e gjakut ju ndal dhe ajo ndjeu në trupin e vet se u shërua nga sëmundja." Fjala menjëherë tregon pushtetin hyjnor të Krishtit. Pra, Krishti nuk shëron si mjekët që gradualisht, por menjëherë fjala e tij e ndalon sëmundjen dhe jep shëndetin. Shën Agustini thotë kjo gjë tregon veprimin e hirit që nuk ka nevojë për vonesë. Hiri i Zotit vepron çast. Dhe Zoti nuk ka një fuqi më të madhe për gjëra më të mëdha dhe fuqi më të vogël për gjëra më të vogla. Hiri i Zotit është njësoj dhe veprimi është i menjëhershëm. Perëndia edhe sot mund të veprojë menjëherë, por edhe kur shërimi vonon, ai vazhdon të jetë duke punuar. Jo se Zoti nuk shëron menjëherë, siç shëroi dhe këtë gruan me hemorragjin për 12 vjetësh. Por ndonjëherë Zoti e vonon shërimin duke qenë prezent dhe veprues, sepse kërkon na përulësoj. Kjo grua kishte arritur në përulësi të thellë. Nuk ishte nevojë kohë për përulësi, sepse në vetë 12 vjet ajo kishte kaluar një gjendje sëmundje, vuajtje dhe mundimi, dhe ishte bërë gati shpirti i saj për të pritur mrekullinë e Krishtit. Prandaj, nëse ne nuk jemi të përulur, atëherë dhe shërimi i sëmundjes son vonon, jo se Zoti haron dhe nuk po punon. Le të flasim në vargun 30 ku na thuhet: "Por menjëherë Jesui, duke ndier në veten që një fuqi kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës, tha: Kush mi preku rrobat?" Jesui nuk pyet sepse nuk dinte. Asnjëherë nuk duhet ta kuptojmë këtë fjalë se ai e bëri nga padituria. Ai si Zot është i kundëndodhur dhe shikon dhe dëgjon çdo mendim, çdo veprim që bëjnë njerëzit. Dhe asgjë nuk është e fshehur për atë. Madje para dhe sa ato të ndodhin, ai duke qenë jashtë hapësirë i di. Por Shënjëra Gojardi shpjegon se ai e pyet për të nxjerrë gruan nga fshehtësia dhe për ta bërë atë dëshmimtare të besimit të saj. Shën Agustini thotë që shumë e shtynin Jesuin, por vetëm njëri e preku me besim. Dhe nga ky besim veproi hiri, dhe duhet të dilte në pak kush e preku, që të tregojë edhe te njerëzit e tjerë se Krishti nuk është se bën dallime tek njerëzit, një shëron, një tjetër nuk e shëron. Por kjo varet nga njerëzit me çfarë besimi i afrohen dhe e prekin ata. Krishti dëshiron një marrëdhënie personale me ne, jo vetëm bekime të marra në heshtje dhe askush nuk mund t'i di. Ne duhet t'i dëshmojmë ato çfarë bën Zoti me ne, jo për egon dhe krenarin ton, por për lavdinë e Perëndis, por edhe për ndihmën e të tjerëve, që dhe të tjerët të ndikojnë prej nesh, prej besimit ton, ose prej mrekullisë që Zoti ka bërë me ne, që dhe ata të shkojnë tek Krishti. Pra, asnjëherë gjërat nuk duhet të mbajmë si të fshehta në kasafortat e zemrës sonë, por ne duhet ta dëshmojmë tek të tjerët. Siç edhe kjo grua u urdhërua nga Krishti që dëshmonte besimin e saj, por dhe mrekullinë që u bë nga Krishti tek ajo. Në vargun 31 na thuhet: "Dhe dishepujt e vet i thanë:
A nuk po e sheh që turma po të shtyhet nga gjitha anët dhe ti thua kush më prekull? Patjetër që turma po e shtynte nga gjitha anët dhe gjithë e preknin Krishtin, por dishepujt në këtë përgjigje nuk kuptojnë ndryshimin midis kontaktit fizik dhe besimit. Shumë veta vinë në kish, madje janë prezent, ata marrin pjesë dhe në mistere, prekin edhe orën ditë që janë në kish, për shembull ikonat e gjëra të tjera, por nuk ndjejnë asgjë, sepse kjo është një prekje thjesht fatësiese për ta, që fat nuk ka, por ata mendojnë se është kjo sjell fat, kjo sjell mirë. Kjo është gabim. Ne duhet të shkojmë te Zoti me besim, ta prekim Krishtin me besim, ti marrim misteret me besim, ti puthim ikonat me besim, ti marrim gjërat e shenjta të kishës, siç uji i bekuar, vaj i bekuar, evqelia e tjera me besim, ndryshe ato nuk kanë vlerë. Ne nuk bëjmë magji në kish, por është sinergji. Pra, besimi ynë merr nga Zoti. Pra, ne mund marrim pjesë në shërbesa fetare pa e prekur Krishtin dhe pa e bërë atë pjesë të jetës sonë. Le të flasim dhe për vargun 32, ku na thuhet, por ai vështronte rreth e qark për par atë që bëri këtë. Krishti kërkon ta nderoj gruan publikisht, jo ta qortoj, sepse po ta shikojmë në këndvështrimin fariseik, ajo grua duhej qortuar sepse kishte hemorragji dhe me hemorragji ajo nuk lejoi të prekte asnjëri tjetër se bënte të papastër, por Krishti është mbi ligjin. Por dhe Krishti nuk po kërkonte të shfaqej për ta qortuar nga shkelja e ritualit të ligjit, por për ta vlerësuar dhe për ta shpërbyer publikisht për besimin e saj. Ai dëshiron që dhe Jairi që po e shoqëronte Krishtin të kishte besim te Krishti, pra t'i shtojë besimin, sepse Jairi, si do shikojmë më vonë, do prezantohej me vdekjen e vajzës dhe nuk duhet dëshpërohesh. Perëndia shpesh e përdor dëshminë e një besimtari për të përforcuar, siç tham, besimin e të tjerëve. Por le të flasim dhe për vargun 33. Atëherë gruaja plot frikë e duke u dridhur, duke ditur se ç'i kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndërkëmbë dhe i tha të gjithë të vërtetën. Pra, etrit e kishës na thon, frika e saj nuk është vetëm frika nga ndëshkimi, por ajo frikë është e bashkuar edhe me nderimin, me respektin ndaj Krishtit, me mirënjohjen. Pra kjo është frika e Perëndisë. Shën Agustini thotë se rrëfimi së vërtetës është pjesë e shërimit. Besimi nuk mbetet gjithmonë i fshehur, e tham, ai çon drejt dëshmisë së sinqertë. Dhe ky është shërimi i plot. Pra, kur njerëzit marrin nga Krishti dhe këto i mbajnë sekrete se vjen zor nga të tjerët, atëherë ky tregon se nuk është shëruar plotësisht. Kurse kur dikush i cili merr shërimin nga Krishti dhe bën publike jo për egon e vet, por për lavdinë e Perëndisë, kjo tregon jo vetëm mirënjohje, por tregon dhe shërim të qenies shpirtërore të tij dhe jo vetëm të trupit të tij. Dhe e shikojmë dhe në vargun 34, që është dhe vargu i fundit që lexojmë sot, dhe ai tha: "Bi, besimi yt të shëroj, shkon në paqe dhe je e shëruar nga sëmundja jote." Fjala bi tregon praninë e saj në familjen e Perëndisë. Pra, nëpërmjet Krishtit ne jemi birësuar dhe bëhemi bashkëpjesëtar të familjes Perëndisë. Dhe Krishti na aftësoi dhe na udhëzoi që t'i themi Perëndisë Ati ynë. Shën Jangu i arti vëren se Jesusi nuk tha rroba ime të shëroj, por besimi yt shkon në paqe, nuk është vetëm paqe fizike, por paqëti me Perëndin. Dhe këtu pra, kjo grua shikohet nga etrit e kishës si shpëtim që i vjen kishës, që vjen nga kombet dhe gjen shërim në Krishtin. Dhe duhet dim se kombet ishin kombet të papastra për shkak të mëkatit, por edhe populli i Izraelit, dhe të gjithë këta, si Izraelit dhe kombet, do shkojnë te Krishti dhe Krishti do t'i pastrojë mëkatet e tyre. Si thotë edhe tek profeti, nëse rrobat tua janë të kuqe si gjaku, do të bëhen të bardha si bora. Shërimi më madh është rivendosja e marrëdhënies me Perëndin. Paqja që jep Krishti është më e thellë se mungesa e sëmundjes. Prandaj, ne në kontakt me Krishtin nëpërmjet kishës nuk kemi interes vetëm shërimi nga sëmundje fizike, jo, po shërimi nga sëmundje shpirtërore që vjen nga mëkati dhe vendosi një marrëdhënie paqësore me Perëndin. Kjo marrëdhënie paqësore me Perëndin, si them, bën të tejkalojë çdo dhimbje dhe vuajtje edhe fizike. Pra, etrit e shenjtë i shikojnë
temat qendrore të kësaj pjese, duke na thënë besimi i sinqert prej Krishtit, ndërsa afërsia jashtme nuk mjafton, thjesht prezenca fizike, duhet besim. Asnjë njeriu nuk është shumë i papastër ose shumë larg por t'u afruar tek Krishti. Pra, të gjithë neve kemi mundësi t'i afrohemi Krishtit pavarësisht se jemi të papastër, ose mund të jemi dhe larg, Krishti është aty. Madje Krishti afrohet drejt nesh. Krishti nuk turpëron, por i nderon ata që vinë tek ai me besim, edhe pse janë mëkatar. Shërimi fizik është shenjë e shërimit shpirtëror. Mëkati është ndarje nga Perëndia dhe është shkak i sëmundjeve, dhe pastrimi nga mëkati ose falja e mëkatit bën automatikisht dhe shërimin e sëmundjeve. Dëshmimi publik jep forcë besimit dhe lavdi Perëndis. Në jetën e sotme, ky fragment fton çdo besimtar të mos kënaqet me një fe vetëm të jashtme, ritualiste, por mos i ngjaj turmës që thjesht e prekte Jezuin dhe nuk merrte asgjë, por t'i ngjaj gruas së përulur me besim. Dhe etrit e kishës e përdorin këtë dallim për të pyetur çdo të krishterë, a je thjesht pranë Krishtit apo e kërkojmë atë me një besim që i dorëzon plotësisht zemrën dhe jetën e tij me përurësi si kjo grua. Dhe kjo grua nuk është një grua e zakonshme, kjo grua që nga i moment u bë një besimtare e Krishtit dhe cilësohet nga kisha si shenjtore, dhe kjo është Shën Veronika, e cila në mirënjohje të shërimit që i bëri Krishti, mori guxim dhe mori një peshqir, dhe kur Krishti ishte në rrugën drejt Golgothas, shkoi për të fshirë fytyrën e Krishtit nga djersa dhe gjaku. Dhe Krishti pranoi këtë ofertë dhe tek ai peshqir mbeti fytyra e Krishtit. Këtu kemi ikonën e parë që Krishti i dha kësaj gruas dhe ja dha edhe kishës, që siç thash nderohet si Shën Veronika. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.